Nuk ka asgjë më të keqe se sa femrat kur gjykojnë femra. Janë ato të cilat të gjykojnë hap pas hapi në çdo gjë që ti bën apo je duke treguar. Janë ato të parat të cilat kur ti ndan lajmin e shtatzanisë thon, "Ha se na hapët barkun sikur vetëm ju keni ngel shtatzan." Ose kur ti ndan lajmin të cilën ke lindur, "Ha sikur vetëm ti ke pjell." Nuk thon sikur ti ke lindur, po thon sikur ti ke pjell. Në fakt me sa di unë vetëm kafshët pjellin, ndërsa femrat lindin dhe sillin jetë në këtë jetë. Është shumë e çuditshme se si femrat janë kaq gjykuese ndaj femrave. Përpara disa ditësh në Instagram doli një lajm e cila një vajzë që është influencer goi që kishte humbur shtatzanin e saj. Midis shumë komenteve mbështetëse dhe suportuese për ta kaluar këtë gjë sa më lehtë, kishte komente nga më të tmerrshmet që mund të kem lexuar. Kam lexuar komente të tipit: kështu është kur nuk lë gjë pa treguar, kështu është kur bëre një super festë të madhe për të treguar gjininë e bebit, edhe se e bëri këtë festë, bravo, shumë mirë bëri, është gëzimi i saj. Ty çfarë problemi të jep kjo gjë? Çfarë shqetësimi të jep? Çfarë bezdije të jep kjo gjë? Kështu është kur nuk la gjë pa treguar në rrjetet sociale. Unë mendoj që është shumë mirë, sa mirë që në 2026 ka kaq shumë informacione përreth, por ka dhe zemra kaq të ngushta. Ka njerëz që nuk gëzohen normalisht dhe unë nuk pres që njeri të gëzohet për gëzimin tim, por pres dhe që mos gjykoj. Është shumë e çuditshme se përpara disa kohësh, një gocë e cila është fotografe, tregoi se si kishte mposhtur depresionin nga ndihma e bashkëshortit. Përsëri midis shumë komenteve mbështetëse, kishte komente që i thoshin: "Ha moj, që keni këtë depresion pas lindjes, sikur vetëm ju keni lindur." Platformat online nuk janë për të gjykuar. Janë që kush ka sy e vesh të dëgjoj, janë për të mësuar. Nëse ti këtë informacion që merr të vlen, atëherë mund ta përdorësh në jetën tënde. Nëse nuk të vlen, atëherë shumë thjesht bëje skip. Online ka shumë paragjykime, por mos harroni që paragjykimet nuk janë vetëm online. Janë nga rrethi shoqëror, janë nga rrethi miqësor, janë nga familjarët, për ditë, hase me histori të ndryshme, se si u ndërhyn familjarët, si flet komshia, ku di unë, si flasin kushërirat. Pra gjykohemi gjatë gjithë kohës. Është shumë e çuditshme se si femra është ajo që gjykohet më shumë. Fakti që ti e lind me cezarian apo natyral nuk të bën një nën më të mirë apo më të keqe nga mënyra se si e ke sjellë në jetë të fëmijë. Fakti që ti e ushqen me gji apo me formulë nuk të bën një nën më të mirë apo më të keqe. I lini vajzat, gratë, nënat në paqe për të bërë më të mirën e tyre. Se si ka mundësi që shumica thonë, si nuk e dija këtë, se s'më kishte thënë njeri për këtë, se s'më kishte thënë njeri për atë. Unë mendoj se dhe ato që mund të të thonë diçka, nuk kanë ditur, kanë mësuar gjatë rrugës. Nëse nuk ke diçka të bukur për të shkruar, atëherë më mirë mos komento fare. Secili e mbyll telefonin dhe vazhdon jetën, ndërsa fjalët që shkruhen mbeten.